Pa dyshim gratë, për mendimin tim. E tha të prerë? Po, të prerë. Për këtë edhe kam ngrit një çështje para 9 vite. Ideatori i vetëm në Kosovë jam edhe në botë, për rritjen e pagave gjinisë femrore, 10% më shumë se sa më shkojve në sektor publik dhe privat, në profesionet e njëjta që ju ushtrojnë, punojnë. Me pas pak më të lartë? Për herë të parë, 10% më të lartë. Se në Kosovë paguën 0 dhe -10, nivel evropian dhe -16 shkon, ndërsa nivel botëror dhe -23%. E këtë kërkesë paguën më pak. E kam drejtu për herë të parë para 9 viteve të zonja Ganimite Moslio, që pa të hop një zyrën e vetë në parlament ditë të mërkurë për me pranu kërkesa qytetarve, edhe më ka linë kjo ide, të njës për shpis, për gjithkon, gratë janë më të zëshme, edhe në parlamente, në politike ku dush, të na, dhe i sëtë, që ka e mojnë me anon, ma të sukseshme në gratë. Edhe burrat, po ma të sukseshme gratë. Burrat ku së pas të e? Gratë janë... Ku, po diku duhet më konë së pas të e, di ka burrat? Burrat e kanë vendin e vetë. Gratë vetën. Po thëmë, po është një thonje, burrat e udhëheqin botën, e gratë e udhëheqin burrat. Qështu am duket një thonje, qarkullën e për botë, ka mëtë. Mendoj se për këtë rrogave ka shumë vend për përmirësim. Ka qenë një statistik para disa viteve, ka qenë në Londër, për femrat që biles 20 vitet e ardhshme nuk kanë me pas rrogën sa meshkujt, edhe arsyeja ishte vetëm se ato nuk po shtyhen mjaft. Edhe për faktin që po knaqen me pak. Nuk mendoj që vetëm kjo është arsyeja, por tek meshkujt, nëse një mashkull ka është lider, ka me qenë shumë ma lehtë mu akceptu. Nëse një femër është lidere, ka me qenë ma vështirë dhe ka me u gjiku. Elon, se këtu deshta mundoj, se përmendi edhe Izeti tha duhet këtë vlera. Si pas te e mendon që nëse një femër arrin pak si alirojnë rrugën për me arrit të suksesi, nuk i kërkohet të njëjta përgjithësi? Jo, nuk e mendova në të aspekt, po mendova që njeriu i cili mendon me pas pozita udhëheqëse. Ashtë këtë aspekt të ke fundit, në përmenda dhe në fillim do më që në literaturë, nuk ka dhe statistikë në cilën të regohet që thuhet janë meshkujt ma suksesshëm si me na udhëheqësa ose femrat, por se cili person, do duj me pas disa kriteret cilat kur zhidhet, është një kriter, për shembull integriteti personal, do me qenë shumë mirë rëndësishme për pozita të rëndësishme. Parasysh se nëse s'ke integritet, nuk ke vera etike, cilat realisht sot janë shpesh për më dëshiru. Shumë po tregoj në profesionin e mjekësisë. Shumë ka pas përpara kritere në botë, përpara për me shku mjek dhe infermier, është dashur me pas me plotësu disa kritere para plotësu këtë kriterin profesional. Për shembull në vitin 1921 në Kroaci, kur është bërë pranimi infermierëve në për shkolla, në shkollim, s'pari është bërë një test për integritet personal të atij personi, që ati që ka mënu si infermier, se dim që du me pas tira vlera një person kur do me qenë me morën pacienta, këtë rast, me pas integritet, me qenë majdurushëm, me qenë person që ka empati shumë atë modë ndaj njerëzve, prandaj